Shtylla e tretë e Islamit, zekati. Dhënia e zekatit është adhurim, fars për çdo person që i plotson kushtet. Zekati ju takon 8 kategorive të personave që Allahu fuqiplot na ka njoftuar në Kuranin famëlart. Dhënia e zekatit është adhurim, më pas shpreh bujarin, humanizmin, solidarizimin me shtresat e caktuara në shoqëri. Kur ne japim zekat, pastrojmë pasurinë tonë, na shtohet bereqeti. Allahu fuqiplot ka thënë, shembulli i atyre që pasurinë e tyre e japin në rrugën e Allahut është si një kokër që mbin 7 kalli, në secilin kalli mbin 100 kokra. Allahu ja shumëfishon atij që dëshiron, Allahu është bujar i madh, i di qëllimet.